Një nga zonjat e mëdha të teatrit dhe filmit shqiptar, që ka skalitur memorien e publikut shqiptar, me role brillante që prej fillimit të saj ndërroi jetë një ditë pasi festoi ditëlindjen e saj të 91. Margarita Xhepa u lind më 2 prill në vitin 1934. Ajo mbeti jetime në moshën 9 vjeçare, pasi e ëma ndërroi jetë. Margaritën bashkë me 2 motrat e saj dhe të vëllan, i rriti halla, pasi edhe jati ndërroi jetë më vonë. Vetë aktoria tregonte se si nisi kjo përkujdesje pas një aksidenti që pësoi kur ishte fëmijë. Isha vetëm 9 vjeç, e mbaj mend shumë mirë fytyrën e saj angjëllore. Është e çuditshme, njeriu kur humbet një dashuri, kërkon një tjetër. Ngjitur me shtëpinë time, aty pranë kisha hallën, e kishte emrin Naunka. Ishte martuar me një beratas të mrekullueshëm. Ne kishim ngelur 4 jetim, 3 motra e një vëlla. Në një prej ditëve, kur punoja pranë shtëpisë, më bie një gjë e rëndë në kokë. Përtita, burri i hallës e dëgjoi dhe i thirrri sa ç'kishte në kokë. Pa shiko moj grua, çfarë i ka ndodhur asaj çupe? Dhe erdhën me një herë. Aty në sy tani tha prerë të shoqes, hallës tonë. Sot e tutje do të kujdesesh për këta 4 jetim ashtu si për tanët. Dhe kishte jo pak, për 5 fëmijë më ka bërë shumë përshtypje. Në vitin 1950, Margarita Xhepa u aktivizua si artiste probiste në teatrin popullor, sot Teatri Kombëtar, dhe njëkohësisht studioi në liceun artistik Dega e Dramës. Ajo ka krijuar mbi 150 role në teatr, midis të cilëve mund të përmendim Majlindën tek filmi Majlinda, Dafina tek Lumi i vdekur, Filja tek Cuca e maleve, Zonja Mëm tek Kush e solli Dorontinën, Nëna tek Përballë vetes e të tjerë. Margarita Xhepa ka qenë një soi e suksesshme në rolet e dramaturgjisë botërore, si Ofelia tek Hamleti, Vajza e dytë tek Mbreti i Lirë, Dado tek Romeo e Julieta, Mbretëresha Margaret tek Ricardi III i Shakespeare-it. Në rolet e tjera nga dramaturgjia botërore, spikasin Klea tek Dhelpra dhe Rusht, Lena tek Xhaxhavanja, Lady Milford tek Luisa Miller, Zonja Berling tek Vizita e Inspektorit, Zonja Lomen tek Vdekja e një komisioneri, Ana Andreevna tek Revizori, Marcela tek Qeni i Kopshtarit, Mashenka tek Mashenka, Sheila tek Morali i Zonjës Dulska, apo Dado tek Elektra e Sofokliut, në drejtimin e regjisorit grek Dimitri Mavricis, në Teatrin Kombëtar të Greqisë në Athinë. Veç roleve në teatr, ka realizuar edhe 32 role në kinematografi, duke punuar me shumicën e regjisorëve shqiptar, si në Vitet e para dhe Gjurmët, Dimri i fundit, Tokë për gjakur, Një djalë dhe një vajzë dhe Apasionata, Rrethi i kujtesës, Vitet e pritjes e të tjerë. Në vitin 1997, ajo interpretoi në filmin grek Mirupafshim. Filmi u laureua me çmimin e madh në Festivalin Ndërkombëtar të filmit mesdhetar në Selanik, ndërsa Margarita Xhepa me çmimin e Nderit. Në maj të vitit 2004, u rikthye në skenën e Teatrit Kombëtar për të shkëlqyer në dramën Streha e të harruarve, një tjetër sukses në karrierën e saj 50 vjeçare. Në jetën e Margarita Xhepës, figurës legjendare të kinematografisë shqiptare, ka ekzistuar një dashuri e madhe, Xhaviti. Ai gjithashtu aktor, por në teatrin e kukullave, e megjithatë, ishte arti ai që i bashkoi zemrat e tyre. Në intervistën në kurthin e Peter Pan në TV Klan, Margarita Xhepa tregonte se profesioni i përbashkët ndikonte në mirëkuptimin mes tyre. Pavarësisht roleve, kontakteve me njerëz të tjerë, asnjëri nuk bëhej xheloz për tjetrin, sepse e dinin që dashuria e vërtet ishte ndryshe, pikërisht ajo që mbanin në zemrat e tyre. Në rast parë ishim artistë të dy, dhe ishte artiste dhe unë, në bashkoj arti, po vija re tek ai njeri në rast parë kishe qytetari, kishe fisnikri, sepse vinte nga një familje fisnikësh, nga një familje me emër të mirë. Kjo ka të bëjë shumë sepse fëmijët marrin, kryesorja janë familja, edukata që marrin. E kështu pikërisht mençuria, kjo dëshira për artin në bashkoj dhe ai e donte shumë artin, po dhe unë e donim. Të dy punonim, sugjerojnë me njëri tjetrit, ndihmonim njëri tjetrit. Kjo ka qenë gjë e bukur shumë. Kur aktoria ishte 52 vjeçe, Xhaviti u nda nga kjo botë dhe kjo bëri që Margarita Xhepa t'i përkushtoi plotësisht 3 djemve, krenarisë së tyre më të madhe.
Një prej tyre është edhe Ndriçim Xhepa, që është quar gjithashtu për rolet e tij të spikatura si aktor i teatrit kombëtar dhe për personazhet e luajtura mjeshtërisht në mbi 30 filma, duke u kthyer në një nga aktorët më të preferuar të publikut dhe regjisorëve. Në një intervistë për programin ekskluzive në Top Channel, ajo rrëfeu prapas skenat e filmit Dimri i fundit dhe tha se vendosi të mos shkonte, sepse kishte 2 djemë të vegjël, por ishte bashkëshorti që insistoi që ajo ta merrte rolin e propozuar. Kur e ka marrë atë skenar, më pëlqeu sepse kishte pak fjalë dhe shumë veprim. Por nuk do vjeja, vendosë të mos shkoja. Bashkëshorti im, se fëmijët i kisha, djemët i kisha të vegjël, do t'i lija 2 muaj, se kemi ndajnë 2 muaj në darë të Korçës. Edhe kush do t'i shërbende. Edhe im shoj të shkosh, tha. Jo, i thash, po e pash ke roli të pëlqeu, tha. Po më pëlqeu, thash, po ko djem, po i qa do bëni, thash, në këtë dimër të ftohtë, janar shkurt. Unë nuk e lija ti më shoqin edhe në rast të qumshit, se ishte pak me tension të lartë, e ruaja. Jo, do shkosh edhe regjizorët i bën një lutje, jo, e kam thënë Margaritë Zëvej. Xhepës janë akorduar gjithashtu edhe titujt artiste e popullit, Nderi i Kombit dhe urdhri i lartë Gjergj Kastriotis Skënderbeu.